imaće pogodnosti koje će dati svi i države i ovih zemalja i vlade i drugih velikih sponzora koji imamo obezbeđeno, što znači da ćemo podići nivo ekonomske suradnje između nas, jer sramota je da imamo bolju suradnju sa zemljama koji su 2000 km od nas nego između sebe koji smo jedan do drugi. Na kraju hoću da kažem da ćemo četvrtog insistirati na zajednički sastanak sa premijerima ovih 6 zemalja. Tražit ćemo 2 stvari od njih. Da të kërkojmë 2 gjëra nga ata. Da u naredne 2 godine uspostave u svakoj zemlji Ministarstvo za regionalni razvoj, koji će na takav način i institucionalno podržati ovaj proces o kojem sam govorio. KIF vazhdon të jetë institucioni i krijuar gjatë procesit të Berlinit, i cili tashmë vazhdon të jetë një institucion që vazhdon të punojë me ide të qarta, pikërisht në kuadrin e integrimit ekonomik. Ne mendojmë që integrimi ekonomik është hallka më e fortë që do të na çojë drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe pikërisht për këtë bashkëpunimi on është shumë i frytshëm duke u munduar në të gjitha takimet tona të japim rezultate konkrete mbi afrimin e sipërmarrjeve të vendeve tona dhe zhvillimin ekonomik të vendeve tona. Ky takim është konsideruar kaq i rëndësishëm saqë në të do të marrin pjesë edhe kryeministrat dhe ministrat e qeverive tona, për të treguar dhe një herë fort që bashkëpunimi rajonal në fushën ekonomike është shumë i rëndësishëm për të gjithë ne, jashtë çdo ngjyre politike. Duhet të dimë që sipërmarrja flet vetëm me një ngjyrë, atë të zhvillimit ekonomik. Ovdje sa zadovoljstvom mogu da vas upoznam da smo početkom ove godine realizovali odluku Upravnog odbora KIF-a i Kancelariju generalnog sekretara otvorili u Privrednoj komori Crne Gore u Podgorici. Već osjećamo da je najveći problem u regionu stručna i kvalifikovana radna snaga. Jemi duke ndjerë që problemi kryesor në region është një fuqi punëtore e kualifikuar dhe e aftë për punë të caktuara. I mi se nadamo da ćemo sa realizacijom ovih projekata u dobroj mjeri riješiti te probleme. Dhe shpresojmë që me zbatimin e këtyre projekteve do të zgjidhim në masë të madhe këto probleme. Još jednom, naša ključna poruka je da privrednici žele da sarađuju. Ndërsa edhe njerë dua të përsëris që mesazhi kryesor i ndërmarrësve është që ata duan të bashkëpunojnë, da unapređuju svoje trgovinske i ekonomske veze, të avancojnë lidhjet e tyre tregtare dhe ekonomike, a zahtjev je nas, našim vladama, da nam to omoguće. Ndërsa kërkesa e jonë për qeveritë tona është që të na mundësoj këtë. Hvala. Faleminderit. O drugim barijerama koje podižemo između nas znamo dovoljno dobro, neću ni da ih ponavljam. I u takvim okolnostima je jako važno da privreda razgovara i da privreda zajedno pokušava da pronađe načine i da pokaže put politici šta jeste budućnost, a naša zajednička poruka danas je da čekanje nije budućnost. Čekali smo dugo, izgubili smo generacije čekajući i mi ne želimo da izgubimo još 2 ili 3 generacije sledećih mladih ljudi, mladih preduzetnika, novih kompanija, svih onih koji mogu da profitiraju i da učine ovaj ceo region uspešnim u čekanju. Kvalifikovane radne snage i dodatnih veština kada je u pitanju u kompanijama u ovom regionu. Imamo projekat koji predstavlja investicionu destinaciju, Zapadni Balkan kao investicionu destinaciju, što radimo zajedno svi i u Londonu. Imamo uspostavljanje nove platforme dijaloga, direktnog dijaloga između privrede Zapadnog Balkana i evropskih institucija. Dakle, to su sve veoma konkretne stvari koje pokušavaju da pokažu put napred. Faleminderit Zotit Rukiqit për mikpritje, një falënderim i veçantë për Odën Ekonomike të Kosovës për këtë organizim. Dhe nëse dikush i meriton Duart Rukiqet, është Oda Ekonomike dhe Zoti Rukiqi. Është asitje mësot mas një kohë gjatë para mediave në Kosovë. Vërtet është një kënaqësi kur është që Prishtina sot është kryeqytet i ndodhive ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Një takim nga i cili besoj mund të gjinen mesazhe të rëndësishme për ardhmërinë e regionit dhe në këtë drejtim besoj që gjithë pajtohemi që dialogu dhe bashkëpunimi rajonal nuk kanë alternativë. Jemi dëshmitar të asaj që në nivelin politik tentohet shumë më tepër të zbukurohet e kaluara sesa të ndërtohet ardhmëria. U tonë shumë trenut ku gde se
od strane politike pokušava ulepšati prošlost umjesto da se uredi budućnost. Dhe në këtë drejtim prania e gjithë kryetarëve të ODA të Ballkanit Perëndimor është një mesazh i qartë. I u ovom slučaju je prisustvo svih predstavnika privrednih komora Balkana veoma jasna poruka. Një porosi e cila dëshmon se ardhmëria na takon gjithë neve. Poruka kojom se dokazuje da budućnost pripada svima nama. Regioni dhe integrimi ekonomik janë pa alternativë. Region i privredni razvoj nemaju alternativu. Besoj që takimet të tilla janë dëshmia më e mirë që të kontribuojmë që të rit dhe mençuria të mos ikë nga rajoni, po të mbetet këtu. Which can provide for the best companies from the industry very good potential for young people, creative people, small innovative companies to bring solutions to our economy. And this is something what we we're going to do in next period of time. And our next visit will be with big companies from the region, the biggest companies from the region, to discuss with them how they can support and how we can support this venue to bring really a good and to write our own destiny of innovation, creativity, and new technologies, challenging or answering to the challenges of the new economy. Thank you. Thank you, Marco. David, please. Yes, I will also go on in English. I would like to thank the Chamber of Commerce and also the Chamber Investment Forum that you actually took up the initiative to visit us and to also see this as a regional initiative. We will not be successful if this is not taken up by the businesses here in the region, and having this linkage into the whole business community is for us very important. Just to give a very short hint where we are at the moment. We took over from the German soldiers at Christmas time. They left for Christmas home and we took over. And at the moment we are just keeping the facilities maintained and also to ensure the value of the facilities. At the same time, we are at the moment solving the juridical issues. We are setting up the association which will run the place. At the same time, also ensuring the financial support from the German side and also from the Kosovo side. We are expecting in the mid of the year that we can then publish the first real call for applications. We have already a big list of companies who showed interest, but the applications are to come after setting up the association so that this legally can work out. And after the applications to look into companies coming from the technological side, from the agro-processing side, but also from the creative and cultural industries to be set up here. In parallel, there is also a call in preparation for educational and training facilities. We are in discussion with providers, for example, on mechatronics, which is obviously one of the bases of vocational education for quite a lot of businesses in the technological field. But also the idea is in the long run to work with universities and with research facilities. So we hope that a lot of companies from the region are also getting interested in coming here and using this as a regional hub with close connection to the Adria, but also to the Aegeis in the near future. Thank you very much. Thanks a lot. Mirë, atëherë po vazhdojmë vizitën në pjesë ku janë qendrat edhe objektet e ndryshme që janë